Richard Bruce Cheney, njohur thjesht si Dick Cheney, ndroi jetë në moshën 84 vjeçare si pasojë e komplikacioneve nga pneumonia dhe sëmundjet kardiake e vaskulare. Familja e tij e bëri të ditur lajmin duke nënvizuar kontributin e jashtëzakonshëm të tij në jetën politike dhe publike të Shteteve të Bashkuara. Cheney është një nga figurat kyçe të Partisë Republikane dhe kishte një karrierë të gjatë në shërbimin publik. Para se të bëhej zëvendës president, ai shërbeu si congressman i Wyomingut dhe sekretari i mbrojtjes, duke fituar reputacion si një administrator i fortë dhe strategjik i fuqishëm. Ai u bë i njohur ndërkombëtarisht kur George W. Bush e zgjodhi si partner në garën presidenciale të vitit 2000, një garë të cilën Bush e fitoi me një rezultat të ngushtë. Si numri 2 i administratës Bush nga viti 2001 deri në vitin 2009, Cheney luajti një rol vendimtar në formimin e politikës amerikane pas sulmeve terroriste të 11 shtatori 2001. Ai mbështeti fuqishëm pushtimin e Irakut në vitin 2003 duke argumentuar për ekzistencën e armëve dhe shkatërimin në masë, të cilat më pas nuk e gjetën kurrë. Ky veprim e bëri figurë polarizuese, ndërsa disa kritikë e lidhin me fitimet të mëdha të kompanisë Halliburton, ku Cheney kishte lidhje të afërta përmes kontratave miliarda dollarësh me ushtrinë amerikane. Cheney është gjithashtu një nga mbrojtësit më të vendosur të zgjerimit të kompetencave presidenciale, duke argumentuar se pas skandalit Watergate, pushteti i presidentit ishte reduktuar ndjeshëm. Megjithatë, vitet e fundit u tërhoq më shumë nga skena politike dhe u distancua nga Partia Republikane për shkak të kritikave të tij ndaj presidentit Donald Trump, të cilën e quajti frikacak dhe kërcënim për vendin. Për shumë amerikanë dhe udhëheqës ndërkombëtar, Cheney mbeti një figurë që kaloi gjurmë të thella në politikën e sigurisë kombëtare, në politikën e jashtme dhe në debatet mbi fuqitë dhe kompetencat e presidentit amerikan, duke ngjallur respekt dhe kontestime të njëkohshme. Në Amerikë dhe ndërkombëtarisht, lajmi për vdekjen e tij është shpritur me nderime të shumta, duke përkujtuar kontributin e tij si një nga zëvendës presidentët më të fuqishëm dhe strategjik në historinë moderne të SBA-s.